Me mua në studio me kënaqësinë më të madhe pranoj ftesën Hoxha i nderuar nga Tetova, Hoxh Omer Dauti. Ashtu si që ka hi një besimtari, një muslimani, falenderojmë Zotin e Madh për mirësitë e shumta që na i ka dhënë, e në veçanti themi Zotit elhamdulillah, mirënjohës pafund për faktin që na ka mundësuar të arrijmë Ramazanin. Është mirësi shumë e madhe. Është shenjë dashurisë ndaj robërve të Tij, kujt Allahu ja mundson të arrijë në këtë muaj. Çfarë rëndësie ka muaji i Ramazanit për besimtarët musliman? Çfarë rëndësie ka ky muaj? Imagjinon një person i cili e ka rënduar një borxh shumë dhe ja ka prishur qetësinë, nuk e lën ta shijon ushqimet që i kanë tavolinë, nuk e lën ta vëj gjumin rahat, për shkakun se gjithmonë kur e mendon se duhet t'i kthej lekët që i ka marrë, por në të njëjtën kohë nuk i ka, edhe s'ka mundësi të jetë i qetë, s'ka mundësi të jetë rahat. Dhe dikush thot që kam me ardh, unë, x një person, një shok, një mik, dhe thot kam me të zgjidh këtë problem. Më thon pare që duhet t'i kthesh, unë t'i jap. Mund të imagjinosh ky person kaq i lodhur me sa dashuri e pret këtë njeri. Pse? Se do t'jetë arsye e qetësisë së tij, do t'jetë arsye për t'i zgjedhur një problem që ka qenë shkak për të mos e bëj gjumin rahat. Për Zotin e Madh në të njëjtën formë besimtarët e presin Ramazan. Për shkakun se në qoftë se në shembullin e lartë përmendur, ja ka prishur gjumin borxhi ndaj një njeriu që ja ka marrë. Njeriu në përgjithësi gjumin nuk ja prish diçka tjetër përveç se mëkate.